detyrën që ne të gjendemi më pranë zonave me risk, më pranë zonave me akses të vështirë. Ndaj dhe kemi në kuadër të programit Shqipëria 2030, kemi një kapitull të dedikuar për mbrojtjen civile. Mbrojtja civile nuk është vetëm lufta kundër zjarreve, është e gjithë përpjekja gjithë shtetërore në fakt në burime njerëzore, mjete, sisteme, pajisje, për t'i përballë një sër fatkeqësisht të mundshme, qofshin këto zjarre, përmbytje apo tërmete. Nga ky këndvështrim, programi parashikon 3 shtylla kryesore, para njerë kapitali njerëzor, dhe mënyra se si fuqizojmë zinxhirin reagues që nga elementi bashkisë, pastaj me krijimin e qendrave rajonale të emergjencave në zonat malore, zonat pyjore, siç e thash, për të qenë më pranë zonave me risk, dhe padyshim inovacioni i cili duhet kthehet në një detyrë në çdo qelizë të menaxhimit të krizave, qoftë nga pikpamja e kamerave termike. Një tjetër mësim i nxjerr nga sezoni i kaluar ishte menaxhimi i emergjencave në zonën e llogaras, dhe ishte teknologjia pikërisht që na ata mundësinë që ta menaxhonim dhe të parandalonim situatat të vështira. Dhe ky sistem duhet të rrjedzohet dhe të mbulojë tërësinë e territorit, dhe do kemi dhe këtu disa detajime nga kolegja